Përshëndetje miq të pas pak. Ne çfarë do përgatisim sot? Triqe. Ja, shef. Vilsoni rrjep vet këto krokodile. Ku I ka Bertelana? Edhe qepin do ta bësh ti. Ti, miq, mos e jeni të punoni me Vilsoni. Pse dështove në polici? Unë të bëra nga stile. Dhe kjo është një bizhylyk, është tek filmi Kazerma. Shifrë në vëmendje. Na ndiqni në Vilsoni në pas pak. Përshëndetje miq të pas pak, ja ku jemi sërish bashkë për të treguar edhe një histori tjetër suksesi. Tani nuk do zgjatem shumë tek pjesa e prezantimit, por do t'ju tregoj një histori përmes duarsh, që mos kemi keq kuptime, nuk është qendër masazhi, por është Vilsoni që bën punimet e tij të lëkurës si portofola, rripa dhe çanta. Tani do ikim që të ndjekim këtë proces dhe unë do bëjmë edhe pjesë e punës, do jem punëtori I Vilsoni. Mos harroni ta bëni edhe subscribe, na ndiqni në gjitha platformat tona dhe momenti më decisiv I emisionit sponsor jon Zdrava. Na ndiqni në Vilsoni në pas pak. Po, Vilsoni, Renato. Hajde. Punojnë si jotë. Shumë e bukur me çfarë fjala kjo. Rosh, faleminderit. Pas keni sistemu, bro. Po rregullova Çe keni shumë Po korrekt. gati për sot. Gati për sot. Tani miq, këtu jam me Vilsonin që do na tregoj gjitha proceset e punës që kalon për të përgatitur një rrip, një çantë ose një portofol. Unë sot do jem punëtori I Vilsonit edhe shpresoj që mos jetë shumë kështu I rrep që të mbërtasit, domethënë se edhe unë kam emocione si ditë e parë e punës. Vilson, si je? Mirë, si je ti? Si kalon? Mirë. Sa lodhshme është puna jote, Vilson? Fare. Fare, ëh? S'është e lodhshme fare. Duket se je I qeshur kështu e bën me qef. Sa jam zgjuar. Ke pirë dhe kafen. E kam pirë dhe kafen. Super. Tani, Vilson, unë do të pyes si lindi ideja për të filluar këtë punë. Atëherë, ideja unë kam marrë 1-2 mostra që unë I kam ruajtur, është ky shaboni këtu. Kjo është nisma e çdo gjë. Kjo është e vjetër, kjo pastaj është një modifikim që unë kam bërë. Ky është një klëf prangash. Atëherë kjo I bie që duhet të tregu sepse kjo është një update. Do të thënë puna e parë dhe puna tani besoj e fund. Po, jo, kjo është fillimet e veta në 2017. Imagjinojmë çfarë pikë ka shku Vilsoni tani. Domethënë, këtë po bëj një montim të shpejtë sa ta kuptoj si motor. Okej. Kjo këtu është një klëf prangash. Domethënë, është adaptimi I asaj të vjetrës. Kjo është nisma e çdo gjë. Vilsoni e ka nisë besoj me që klientelën e parë ta ketë kështu ish kolekte vetë. Ish kolekte, sigurisht. Vilsoni ka qenë polic, por që pasi dështojnë fushën e policisë. Ju fut kësaj pune këtu. Dhe besoj klientët e parë I ke pas ish kolekte tua. Domethënë, jo vetëm ata klientë. Apo e pesi treg atë kolekt? Jo, ishte eksperiment. Thash, ti shfrytëzoj herë ta tu marr ca lekë. Po jo, atëherë që ta themi tamam. Klienti I parë sigurisht ka qenë shoqëria ime. Si çdo fush, klienti I parë është gjithmonë rrethi I ngushtë shoqëror. Tash kush do blej klëf për prangat, normal ish kolekt. Tani miq, unë do bëjmë pjesë e procesit punës, tash Vilson tregoj çik. Mos u trego policë domethënë. Jo, s'ka vëllë. Tregoj Vilsoni I punishës, do të jesh I qetë. Tani ne çfarë do përgatisim sot? Atëherë, sot kemi për të bërë 2-3 prerje, është një portofol xhepi që është me 6 karta dhe xhep I madh për lekët e vogla. Kemi një card holder që mban vetëm për pjesën e kartave, do jetë 2 karta njëra anë dhe 2 ana tjetër dhe në mes sigurisht për të vendosur cash. Dhe fundit që është çershia mbi tort është një kemi në fakt 2 çanta me lëkurë krokodili. Ja. Që është ndër linja e krokodilit, kjo është linja më e shtrenjtë e krokodilave. Që është mbahet on top lux. Vilsoni besoj kjo është Himalayan crocodile. Himalayan crocodile. Wow. Anglisht ime nuk është shumë e mirë, kështu që më mirë s'po them. Tani Vilsoni rrjep vetë këto krokodile, Po pardi ka këto. Pardi isha. Ku I ka Bertelana? Bertelana aty. Tani miq, do vazhdojmë edhe me proceset e punës, kështu që shihemi pas pak. Fillojmë me të parën. Me të parën një herë do fillojmë me card holder të testoj. Okej. Tani duke qenë që Vilsoni nuk na I tregoi gjitha sekretet e punës, sepse ka edhe sekrete që I mban për vete si polic. S'tregojnë gjitha. Sillemi tek polici gjithmonë.
Vilsoni më dha këto kartonat, shablonat që quhen, edhe ne do vazhdojmë edhe me proceset e punës, kështu që Vilsoni do më asistoj mu, sepse unë jam një punonjës i ri. Tani Vilson, nga fillojmë dhe me cilën nga këto fillojmë? Atëherë, si fillim kontrollohet lëkura cila anë tërhiqet, cila anë nuk tërhiqet. Duke qenë që kemi kryer këtë proces, domethënë kjo është pjesa që nuk hapet. Okej. Tani kjo është lëkurë viçi, thënë. Kjo është lëkurë viçi. Tani përveç lëkurës viçi, çfarë lëkurë është keni? Krokodili, viçi? Atëherë, lëkurat janë të ndryshme. Janë nga të gjitha llojet e mundshme. Por ato që përdoren më shumë janë lëkurë viçi që përdoret tek çantat edhe tek një pjesë e portofoleve. Pastaj kemi lëkurë qingji, kemi lëkurë keci, lëkurë krokodili, lëkurë gjarpi, lëkurë hardhuce, e kështu me radhë, lëkurë struci e shumë të tjera. Okej, tani me këtë do vazhdojmë? Atëherë, unë do të bëj një demonstrim vogël, që pastaj ti... To po i le këtu? Po, edhe ato më duan. Ja, po i le këtu? Po, si fillim, vendosim shablonin sipër. Duke qenë që ti je fillestar, do ta bësh me vizim. Shif me vëmendje. Vilson, unë do të pyes diçka. Më thuaj. Ke klient për shembull që kërkojnë një çantë ose një portofol, por që të imitosh markat e njohura? Shumë veta më kanë kërkuar produkte ndryshme. Jo plotson kërkesat. Po me dëshirë jo. Me dëshirë jo. Por jo, sepse është e drejta e një marke tjetër, është e një brendi tjetër, të cilët mund të krijojë probleme kjo? Sigurisht që po. Mund të krijojë, sidomos kohët e sotme. Se bie të kalosh si imitim. Po, futet te imitime dhe falsifikime të cilët nuk mund ta bëj. E kuptoj. Tani kjo kalojmë tek pjesa që do bëj unë tash. Tani këto të gjitha do t'i presësh ti. Okej, pse të gjitha? Vilson, unë këtë byzylikun e kam pa diku, po se ku e kam pa, nuk e di. Ky byzyliku është... Sa detaje? Atë byzyliku është shumë interesant. Për këtë kam marrë pjesë, domethënë, pas shumë kërkimeve, ata që erdhën te unë për byzylikun, shkuan lart e poshtë dhe nuk mund ta realizonin, dhe kjo është një byzylik të cilën është bërë me një emër tjetër. Dhe është tek filmi Kazerma. Nëse dini, është ai byzyliku i famshëm që Këtë byzylikun tek filmi Kazerma e ka realizuar ky person. Është bërë nga dora ime. Gjithë Tiranën apo dhe duke qenë që ishin në limitet e kohës, domethënë erdhën te unë si me nxitim. Po doli bukur. Thon drejtën, është pothuajse e njëjta. Tani pas këtij procesi Vilson, që ne do bëjmë pjesën e prerjeve, në çfarë procesi punë kalojmë? Pjesa tjetër është tek makineria e shkajimit. Makineria ku? Po, e shkajimit quhet ose hollimit. Tash ti Renato je për te kjo këtu. Nuk je te dora. Nuk që e kam për punim me dorë, unë do kaloj për makineria. Atë çikun këti. Okej. Tani këtu bëhet procedura e shkajimit, që quhet hollimi me dorë. Kjo është gjithmonë për shpejtim kohë. Okej, super. Pra në rastet që mund kesh edhe ngarkesë me porosi, edhe ti e përdor këtë. Po, përdor kjo për shpejtim kohë. Nuk e përdor vetëm unë, e përdor edhe Vilsoni. Se do shitet pastaj sigur unë nuk di. Po. Cila është ajo porosia më e shtrenjtë që ke marrë? Gjitha porositë janë të shtrenjta. Okej. Domethënë, ndoshta nuk është vetëm gjithmonë te çmimi. Kjo mund të veçosh si punë aty. Produktet, domethënë, nëse hyn te pjesa e produkteve, më të shtrenjtat janë sigurisht lëkura e krokodilit. Okej. Domethënë, një nga produktet shenjtë është kjo që do pres sot. Ai krokodili që e kapën pardje. E kapën bashkë. Telana. Tani ti do dalësh këtu. Okej, super. E para herë është petali këtu. Mos i jep shumë fort, shumë pak. Duhet ta shtyp pas petali. Okej. Po Renato. Jepi gaz, jepi. Lama. Mirë, Mirë, fiks. Perfekt. Tani do të bëjmë në pjesë të tjera, okej. Këto do bëhen në këtë lloj forme. Okej. Formë uje. Okej. Fillojmë këtej. Kështu. Okej. Fillojmë nga këtu domethënë. Po. Smash. 5 minuta. Tani, pasi kemi bërë pjesën e hollimit, ti themi? Pjesën e hollimit. Okej. Çfarë procesi kemi? Tavolinën. Okej, pastroj. Pastrojmë sa kemi mundësi se kjo punë kështu e ka. Tani do bëhet pjesa me mastiç. Tani, moment që bëhet pjesa me mastiç, ti e vendos gjithë fiks, domethënë tek vizimet që bëhen në fillim. Edhe kjo. Ne prandaj duan ato vizimet. Edhe kjo këtu. Tash i merret pak çekiçi.
Edhe kjo tani është gati për qepje. Vetëm pjesa këtu. Okej. Që ta qepësh ti Po, atë do të qepum. me makinë. Me makinë. Ulu këtu? Tani, okej. Shumë bukur. Ne do bëjmë pjesën e qepjes, kështu që gati, prap duhet të kemi. Triqe? Ja, shef e këpote. Jo, mos e kputet të më the tërhiqe. Qo. Unë do ta bëj demonstrim. Po ta tregoja avash se ku të fillon. Zakonisht qepjet i bën me makineri apo me dorë, apo varet nga Varet nga kërkesa e klientit. Domethënë nëse një klient do një portofol të qepur me dorë, sigurisht çmimi është herë 2 dhe krejt procedura bëhet. Çfarë ndryshimi ka në moment që është qepje me dorë dhe qepje me makineri? Pse ti e shet ndoshta edhe më shtrenjtë si produkt, për shkak për te lodhjes normalisht që qepja me dorë dhe makineri ndryshon, por çfarë ndryshimi ka realisht ndoshta edhe në cilësi, po mund të përdoren të njëjtat materiale, si për qepur me dorë, si për qepur me makinë. Por qepja me dorë ka atë benefitin e vet sepse është 100 herë më e fortë se qepja me makinë. Fija që përdoret për qepur me dorë është gjithmonë ndryshe. Është më trash? Është pak më trash. Okej. Ka specifika të ndryshme që ti mund të përdorësh, por qepja me dorë ka edhe disa elementë tjerë ekstra, të cilët bëhet pjesa dekorative, është estetika e qepjes duket 100 herë më e bukur se qepja me makinë. Kështu që prandaj plus kësaj është edhe koha të cilën harxhon për qepur, nëse për këtë portofol. Neve do na duhet për shembull 20 minuta, me dorë do duhen 2 orë. E kuptoj. Pra është gjithmonë koha. Edhe çështje kosto e kohë le të themi. Kosto e kohë. Po edhe normalisht edhe si lodhje është më e madhe, sepse në moment që do të qepet me dorë është ndryshe me makineri. Tani në moment që ne kemi bërë pjesën e qepjes, tani ç'a ndodh? Atëherë, tani do rrifet ta marrë unë situatën dorëzi. Këto do rrifen pak, sepse duhet të shtypet fija se qëndron sipër. Copat e tjera, ku i le copat e tjera? Një është këtu, po tjetra? Ku i le ti, Wilson, son këtu ishin. Po jo ajo më Renato. Kjo. Jo. Ja, kjo. Magën. Mastiç prapë? Prap mastiç. Okej. Wilson, më thuaj. Nëse do nisi edhe herë këtu nga zero, do zgjidhje prapë këtë punë? Po pse jo? E do të Jo, fare. E do më shumë se ke pasionin apo për shkak të fitimit që sjell kjo punë? Jo, ndonjëherë nuk është edhe gjithmonë fitimi. Domethënë sa është fitimi? 4 milionë euro. Okej. Nuk është kur ti bën një punë që e bën me pasion, e bën me qejf, domethënë dihesh vetvetja te puna që bën, fitimi është i dyti. Okej, gjithmonë është parësor, sepse ti duhet të mbjetosh dhe biznesi do atë buxhetin e vet që të eci përpara. Tani, në moment që kjo thatë është gati pastaj. Tani, jo. Tani kjo thahet, bëhet rifilimi, quhet simetria e prerjes, sepse na del shtremër në qepje. Dhe kjo bëhet për shkak se kur bëhet boja e funit, që do ta bësh ti, unë domethënë, del keq boja dhe nuk del bukur siç duhet. Kujtemi që një do vejnë me dhe logon e Paspak. Ja, si në asistant Wilsoni, të që shimi Paspak të kësa vendosim edhe logon të kjo mbaqja e kartave, që bëra unë, apo Wilsoni nuk e di, por që bëm bashkarisht. Nga këto lëkurat që ti merresh, cila është lëkura që është më vështira, ndoshta për të punuar? Më e vështira, do të thënë, mund të themi që mund të jetë lëkura e qingjit. Se është shumë delikate dhe ajo me një procedurë mund të bësh gabimisht, mund të dëmtohet. Se është shumë delikate dhe kur kam punë me lëkurë qingji është se varet nga kërkesa e klientit gjithmonë. Tani miq, pasi kemi bërë pjesën e ngjitjes të logos, Paspak, Wilson, tani ç'a ndodh? Tani do bëjmë pastrimin e cepave që kanë dalë tepër. Okej, këto pjesat e tepër që dalin këtu dhe pastaj do ketë edhe një qepje. Tani do jetë qepja se ndryshe kjo do hapet po qep. Po shikoj. Ska që je fillestar, nuk prish po. Do bëhet qepja dhe procesi bëhet që do ta bësh ti. Po, atë do bëj unë, sigurisht. Po atë do bëj unë, ha? Po. Okej. Edhe qepin do ta bësh ti. Ti. Po. Ti.
Tani, pasi kemi bërë edhe pjesën e qepjes me Wilsonin, është boja. Po, A do mlesh ta bëj një proces? Po, këtë po. Këtë do bësh. Këtë do bësh. Ashtu që sa marr një proces ndorë ma ndërpres, se nuk qeka kështu aq i durueshëm sa duket. Më dha mendova që të kjo punë që Wilsoni kanë bëhet kështu tipi qetë, i duruar, po jo. Në doli e kundërta. Para se të bëhet boja, bëhet kontrolli i portofolit. Si e kontrollon? Atëherë, marrim të thikën, Si policë. dhe bëhet hapja, se nga mastiqi, do me thënë mund të gjisë. Okej. Pra liron hapësirë. Po, liron hapësirë, do me thënë që mos të... Wilson, lëkurat, ku i merr? Domethënë, vin gjitha nga jashtë apo Po, nga jashtë. Nuk ka lëkura që mund të merren nga tu apo gjitha vin nga jashtë? Domethënë, është një gjë e çuditshme sepse gjitha lëkurat merren nga Shqipëria, baza. Okej. Domethënë nga thertorët e tjera çohen jashtë Dhe pastaj vin pranë Shqipërisë. Kjo është realiteti. Se di pse i bie gjatë, por që Po, tani që e bërë ti, ja, po, do japi dorë edhe Wilsoni normalisht. Beson tek aftësitë e mia. u kry. Që një fort i keq. Tani miq, do presim sa thot edhe boja dhe 48 orë. Diku te 3 ditë dhe pasi thatë boja do t'rregojmë edhe produktin final. Kështu që na ndiqni në pas pak. Tani miq, edhe portofoli është gati, boja u tha, puna ime është kjo, jo e Wilsonin, pavarësisht se do t'i marri mirë. Ja, po ti e ke bën, nuk e kam bërë, sa ajo ka logon logon e emisionit. Tani Wilson, do të pyes edhe diçka, që të bezdis para se ta bësh të logon e krokodil. Iku dita sot. Ja, ta morëm në ditën. Iku Do e këshilloje dikujt tjetër këtë punë që të vazhdoj të merret apo është e vështirë dhe do shëndroj? Okej, durimi është i pari e bëjtë gjitha. Durim nuk ishte me sa nuk e di se si ja del të kjo punë. Po, prandaj jam vetëm gjitha. Jo, gjithkush që bën këtë punë e bën me qef, qofse është sidomos me pasion, është në fushën e artit, apo vazhdojnë shkollë për dizajner, do t'ja sugjeroja që ta bënte, domethënë, me dëshirë më të madhe. Okej, domethënë ka lek. Qa thaj, është më shipe portofolin në tha, apo jo. Jo, sjell, domethënë, Sjell të ardhur. për te humorit dhe shakave, ka të ardhura, nuk po themi që nuk ka. Pastaj Nxjerrin vetë edhe nga pacientësia, punës që produkte që shesin, por në fund të muajit neve nxjerrim një rrogë që të mbijetoj. Super fare. Tani miq, kaq dhe për këtë episod të Paspakut. Wilson, shumë faleminderit për këtë intervistë dhe realisht bën punime fantastike. Faleminderit juve që erdhët. Kështu që unë kam qenë klient i Wilsonit dikur shumë kohë përpara dhe apo erdhi dita që ta xhiroj. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, kënaqësi ishte ime. Më çevja dhe sa më shumë punë dhe sa më shumë lek. Besoj të vish prap duke se më pëlqeve se punova. Okej, do rikthehem, po. Do vi me pagesë këtë herë. Me pagesë. Atëherë, miq e Paspakut, tani ta dalem Wilsonin që të punoj i qetë me lëkurën e krokodilit të marrë nga lana. Kështu që ju mos harroni të na ndiqni në gjitha platformat si YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Gjithandaj bëni edhe subscribe dhe pse jo të komentoni se ku doni të na shikoni ndoshta herën tjetër. Ju përshëndes dhe gjithë mirat. Të ta përqafoj dhe Wilsonin siç të ta kthej rutin të përqafimit. Më pak. Ku i ka për Telana? Telana atë. Priti ju se bona laps. Pse dështove në polici? Unë nuk dështova. Si mami kur basha detyrët. Miq, mos e jeni të punoni me Wilson. Dorë. Ja, Ja mjeshtri. e mjeshtër. Apu. Unë këtë e bëra nga stile. Tani, më shif me vëmendje. Ta them njerëz, ta them mo. Më them shime me mendje. Shif me vëmendje. Po.
Mos më shef bashkëm se 3 sekonda se bim tashni. Në që të kapi dhe kjo kamerë. Okej, super. A mund të përçafoj? Një polic, po më arreston. Tani në qikë serios. Po. Kaloje fijen të vrima. Të vrima e gjilpërës. Ha, të shof. Ku është vrima, ku është gjilpëra dhe ku është vrima?